Përshëndetje, shenja e Virgjëreshës. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kjo shtrirje për ju është thellësisht reflektuese, si një udhëtim përmes mjegullës, ku çdo hap shkon drejt dritës së vetdijes. Është një javë që flet për shërim, pastrim të mendimeve dhe ndriçim të shpirtit, me moton hynore të orakullit tuaj mister. Ju ndodheni në një periudhë ku gjithçka nuk mund të kuptohet logjikisht. Disa përgjigje do të vinë vetëm përmes ndjesisë, jo mendimit. Duhet të besoni në ritmin e fshehur të jetës, sepse nëpërmjet këtij mjegullimi po formohet diçka e re dhe shumë e shëndritshme për ju. Në gjendjen personale, gjykimi është thirrja e shpirtrave në dritë. Ju po kaloni përmes një faze zgjuarje, një rishikimi të thellë të rrugës suaj, si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Është si një rilindje pas një gjumi të gjatë shpirtëror. Me 4 shpatat, ndoshta keni ndier nevojën për qetësi, pushim apo distancim nga rrëmuja e përditshme. Zoti po ju kërkon të ndaloni pak, që të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Mbreti i kupave përfaqëson pjekurinë emocionale që po fitoni, aftësinë për të ruajtur qetësi dhe mençuri përballë turbulencave. Kjo tregon kontroll dhe thellësi ndjenjash, një energji që ju udhëheq me dhémshuri, jo me nxitim. Më pas kemi diellin, drita e qartësisë, gëzimit dhe shërimit. Kjo është karta që mbyll çdo cikël errësire. Java juaj mbaron me frymë të freskët, si një mëngjes ku rrezet e diellit depërtojnë në shpirtin tuaj pas një nate të gjatë dyshimesh. Kalojmë tek familja. Për sa i përket familjes, strukturat emocionale janë në proces kthjellimi. Kartat 9 shpatat, hëna, 2 kupat dhe 6 monedha tregojnë një përzierje emocionesh, ku është ankth, ndjeshmëri dhe dëshirë për harmoni. 9 shpatat zbulon tension ose breng që ju ka shqetësuar. Ndoshta diçka e pa treguar, fjalë të pathëna ose frikë për mirëqenien e dikujt që e keni afër. Hëna thellon këtë energji të misterit dhe pasigurisë. Pra, në marrëdhëniet familjare mund të ketë moskuptime, keqkuptime, ose një ndjesi që ju nuk po kuptoheni plotësisht. Megjithatë, 2 kupat sjell një rrezë shprese, me ndjeshmëri dhe komunikim të sinqertë. Kthjellohen anët emocionale me pak fjalë. 6 monedhat tregon ekuilibër të ri, dhënie dhe marrje, drejtësi energjike dhe përkraje reciproke. Mund të ketë gjeste ndihme ose hapje që butësojnë marrëdhëniet. Në mënyrë intuitive, unë do të thoja që ju duhet të analizoni ata që doni. Ndoshta dikush po lëndohet në heshtje dhe ju keni fuqinë ta qetësoni atë shpirt në mënyrë të butë, përmes pranisë suaj dashamirëse. Kalojmë në dashuri. Ky është një seksion shumë intens, por fuqizues. Kulla, vdekja, faqa e shpatave dhe kalorësi i monedhave. Këto 4 karta përshkruajnë tronditjen dhe rindërtimin e plotë të ndjenjës. Kulla tregon një moment kthese, diçka që thyet për t'u ndërtuar më e fortë. Mund të ndodhë zbulim, sqarim ose përballje me realitetin që nuk mund të shmanget më. Esenca e saj është pastrimi. Rrënojat s'janë fundi, por ndërtimi i së vërtetës. Me vdekjen, procesi vazhdon.
Vdekja është simboli I transformimit, jo I humbjes. E vjetra po largohet, sado e dhimbshme të duket, për t'i hapur rrugë një ndjenje më të përmbushur. Faqja e shpatave ju lidh me vështrimin e ri. Ndoshta ju ose personi tjetër jeni në fazë rikomunikimi, mësimi, kërkimi të qartësisë. Kalorësi I monedhave në fund është shenjë stabiliteti. Dashuria do të kërkojë ritëm të ngadalt e të ndershëm dhe vetëm përmes durimit do të shfaqet forma e saj e qëndrueshme. Pra, nga ana intuitive, unë do të thoja që kjo është një shkundje e ndershme, e qartë, e pastër, çfarëdo që lëviz tani, domethënë në dashuri, po e bën për t'ju çliruar nga iluzione dhe për t'ju afruar më pranë një ndjenje të thellë dhe të qëndrueshme shpirtërore. Kalojmë tek puna në planin profesional. 9 monedhat, asi I monedhave, 8 kupat dhe asi I kupave janë tregues të fuqishëm të ndryshimit të begatshëm. 9 monedhat tregon vetvlerësim, pjekuri dhe stabilitet. Një shenjë që ju keni fituar përmes përpjekjes suaj dhe po e shijoni momentin. Asi I monedhave sjell mundësi të re materiale, një projekt, ofertë ose rrugë që hap derën e bollëkut të ri. Por 8 kupat sinjalizon udhëtim shpirtëror. Për të rritur më tej, duhet me të vërtet të lini pas diçka që tashmë nuk po ju jep frymë. Ndoshta vendimi për ndryshim profesional ose distancim nga rutina është pjesë e natyrshme e zhvillimit tuaj. Asi I kupave që vjen më pas ju jep rikthimin e frymëzimit. Pra, punë që ju prek emocionin e brendshëm, që nuk është më thjesht detyrë, por mision I shpirtit. Në përmbledhje do të thoja që është një fazë e re, prosperiteti, që po nis, por kërkon që ju të ndiqni zemrën, jo vetëm logjikën. Çdo hap që duket I pasigurt financiarisht tani, do të shpërblehet më vonë me stabilitet më të thellë shpirtëror. Për disa, ndoshta njohin edhe dikë në punë dhe mund të ketë vërtet vlerë ajo marrëdhënie. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi mister. Ky orakull është si fryma qendrore e gjithë leximit tuaj dhe ju fton të çlironi nevojën për të kuptuar gjithçka menjëherë. Pra në heshtjen midis pyetjes dhe përgjigjes qëndron rritja. Kjo javë është për durim, besim dhe intuit, jo për vendime të ngutshme. Çdo gjë që nuk kuptohet tani është pjesë e një cikli që po ngjizet nën sipërfaqe. Misteri nuk është errësirë, është njohuri në proces zbulimi. Paçim!